dhe të bashkive. Dhe kjo gjë është një gjë që bëhet krah për krah, dorë për dorë me komunitetet, me qytetarët, me bizneset. Ne ndërkohë kemi një proces shumë të vështirë të konvergjencës, të modernizimit, të transformimit bizneseve tona për të përballuar antarësimin në Bashkimin Evropian dhe konkurrueshmërinë në tregun unik të Bashkimit Evropian, dhe kështu që sfidat janë nga më të mëdha. Ajo që u thatë është natyrisht një pjesë e sfidave tona që na prek te turizmi. Unë t'i lash vetëm i bëj edhe një herë pyetje se tash mos i harroje, po nuk. Diamila Leka, gazetare në televizionin Skan. Zoti ministër, ju si ministri, por edhe qeveria shqiptare, që vitin e kaluar, por më së shumti këtë vit, ka synuar që Shqipëria të ketë jo vetëm numër të lartë turistësh, por turistë cilësor, të cilët kanë vlerë të shtuar në ekonominë shqiptare. Thënë kjo, për ta konkretizuar më tej, cilat janë politikat që ju po ndiqni për të pasur turistë apo vizitorë të huaj në Shqipëri, të cilët lënë më shumë vlerë të shtuar në ekonominë shqiptare dhe nga ana tjetër, cilat mund të jenë ndjekur ato deri më tani? Faleminderit. Tani ne bazohemi tek strategjia e turizmit, e cila është miratuar pak përpara se unë të merra këtë detyrë, nga paraqësia ime si Ministria atëherë e Mjedisit dhe e Turizmit, ose Turizmit dhe Mjedisit. Dhe ne e ndjekim atë strategji, natyrisht që ka disa përditësime, së fundmi edhe me amendimet që u bën në ligjin e turizmit, pra vërehen shpesh edhe me propozime që mund të vinë nga deputetët, apo edhe me amendime të ndryshme që ne kemi bërë dhe me disa ndryrave që ne po bëjmë, që janë vetë në planin e veprimit të strategjisë, ku këtu për shembull kemi dhe pluse që na vinë nga strategjitë e tjera paralele që mund të jetë dhe kjo që ne sapo ndam me ju e kulturës, e cila sjell turizëm, e cila formalizon gjithashtu dhe ndihmon për një ekonomi e cila e shërben shumë vendit nga pikpamja e eventeve, nga pikpamja edhe artizanatit, edhe e mënyrës se si ne do e trajtojmë pjesën e trashëgimisë në shërbim të kulturës, në ato barometra që ju i keni ndarë në media tuaja, ju i keni vënë re që kolona e dytë pothuajse po shkon kok më kok me pjesën e turizmit detar dhe të atraksioneve natyrore, e dyta dhe më kryesorja është turizmi kulturor, pra që është i lidhur me eksperiencën në site dhe në përgjithësi në evente, dhe eventet nuk janë vetëm marketing, po janë të gjitha lloj që lidhen me artin, me kulturën, po edhe me aktivitete që lidhen me ekonominë kreative. Dhe kjo gjë e ka bërë që të jetë natyrisht një strategji, po duhet kuptojmë edhe tjetrin që turizmi është shumë i gjerë. Domethënë, nuk e përkufizojmë dot si një njësi që do të mund ta ndanim nga shumë prej sektorëve dhe degëve tjera të ekonomisë. Turizmi tashmë është kudo. Turizëm është destinacioni numër 1 i vendit tonë që është kryeqyteti. Pra destinacioni numër 1 shqiptar sot është kryeqyteti shqiptar. Dhe kështu që në pamje të parë duket sikur unë nuk kam shumë lidhje, sepse ne jemi Ministria e Turizmit, merrem me plazhet e me malet e me agroturizmat, apo ku diun me eksperjencat e siç e përmendëm të aktiviteteve të ndryshme. Jo, Tirana është shumë e rëndësishme. Atëherë duhet që të jemi shumë të zgjuar dhe të kuptojmë që ky ndryshim i mënyrës se si i përvojës së turizmit dhe i mënyrës se si ata duan ta jetojnë, ata që vizitojnë Shqipërinë duan ta jetojnë Shqipërinë, është hap pas hapi një frymëzim për ne, në mënyrë që ne të përshtasim politikat tona për t'i bërë këto sa më efektive, për të pasur numër cilësor turizmi. Natyrisht investimet cilësore, një pjesë e rëndësishme asaj për cilën protesta nisi. Një debat i lidhej me një investim i cili për ne është një investim shumë i rëndësishëm në kuptimin e asaj që mund të ofronte vendit, po edhe në pjesën e Sezanit sa i takon mundësisë se këtu të kishim një partneritet publik-privat, pa bërë asnjë centimetër shitje toke, por duke bërë partneritet publik-privat në një ishu i cili mund të ofronte potencial të lartë turistik dhe të një eksperiencë krejt tjetër, dhe pastaj janë dhe rezortet e ndryshme dhe janë dhe strukturat e ndryshme cilësore, elitare të turizmit, të cilat do sillnin natyrisht shumë më tepër ekonomi në zona, mund sillnin një reakcion zinxhir shumë pozitiv në gjithë industritë tona apo në gjithë sektorët tanë të ekonomisë. Këtu tani debati fillon dhe zgjerohet, kuptohet, dhe ne mendojmë që garanti ynë, pjesa kryesore do na bënte që të ishim, si më thënë, komodë dhe që do na bënte të ishim imun, po themi, kuptohet, me një vëmendje të përhershme që institucionet bëjnë të gjitha detyrën e tyre, që institucionet janë aty për të monitoruar, për të zbatuar gjithë lishmërinë dhe për të qenë aty për të
garantuar që ligji zbatohet nga të gjithë njësoj. Ne këtu pastaj garant këtu do kishim, pra standardet akit e Bashkimit Evropian, ligjet tona që po i konvergjojmë për të bërë antar i Bashkimit Evropian në këtë aspekt, në aspekti mjedisor, të impaktit mjedisor, në trashëgimi, në gjithçka tjetër që ne bëjmë, po të shikoni Ksamilin, bypassin, investimet e ndryshme në qendrat vizitorëve, komunikimin ton të vazhdueshëm që është gati tashmë jo më i përjavshëm, po i përditshëm me UNESCO-n, në panoramën e liçenit të Ohrit, në Berat Gjirokastër, në Butrind, në atë që do jetë shumë shpejt me siguri një aplikimi joni për zonën e amfiteatrit dhe riheximin e amfiteatrit të Durrësit, që do jetë një diamant i turizmit shqiptar nga pikpamja e potencialit që ka dhe një gjë e jashtëzakonshme sa i takon portës syrse të Shqipërisë. Pra të gjitha këto që ne shohim përpara nesh janë zhvillime të cilat do duhet na çonin drejt një zhvillimi shumë më cilësor sa i takon turizmit dhe sa i takon atyre që do donin të vizitonin Shqipërinë dhe të kalonin kohë cilësore në Shqipëri si turist. Ne kemi një problem të madh me marinat, ne kemi një problem me mungesën e ekonomisë së detit, të ekonomisë blu, pra të një lundrimi privat, të një edukimi, po edhe të një kulture të trafikut detar, të rregullave detare, në kuptimin e përdorimit atyre nga qytetarët, nga mjetet lundruese të qytetarëve dhe nga respekti që duhet kemi për ata që janë në breg dhe për ata që qarkullojnë në këto zona, dhe ne kemi një mungesë madhe këtu, ne kemi probleme, kemi thënë që shohim dhe tek industria e pyjeve një pjesë munguar në ekonominë tonë. Pra, pjesa e ekonomisë së pyjeve është e munguar, ne kemi një zhvillim shumë të fortë të zonave të mbrojtura, por ka shumë vende Bashkimit Evropian që këto i bashkojnë krah për krah me administrimin dhe me menaxhimin e një kapitali shumë të çmuar që janë vetë pyjet. Ato lindin, rriten, vdesin, rimbillen, rriten nga e para dhe mund të përdoren në ciklin e jetës tyre për një pjesë saktuar si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendeve ku ka shumë pyje. Pra ka plot nga këto themi komponent apo hapësira ku ekonomia duhet shoh për potencial. Natyrisht që kemi pjesën malore, po punojmë shumë me paketën e maleve, po punojmë me portën e Alpeve, po punojmë me gjithë ato ndërhyrje që ne po bëjmë për lehtësimin e licencimeve, certifikimeve dhe të gjithë shkaja që lidhet me agroturizmat, me gjithë strukturat e eksperiencës në zonat e thella, me zgjerimin e sezonit nga sezon veror, nga një sezon i lartë veror në një sezon i cili të jetë mundësisht 12 mujor, konferencat, retritet, deri dhe mënyra se si konceptojmë, kemi ndarë të gjithë edhe përpara, besoj që mënyra se si ne i konceptojmë projektet që duam të kemi në territor dhe mënyrën se si duhet të bëjmë të mundur që turizmi i organizuar të jetë ai që të marrë më shumë hovë. Ne kemi sot turizmin organizuar në rreth 10%. Ne duhet bëjmë çmos që kjo përqindje të rritet, sepse turizmi organizuar është shumë solid, është stabil, është i siguruar shpesh, është i kontraktuar dhe i siguruar dhe mund ta shpërndash, dhe mund ta menaxhosh, dhe mund ta si më thënë, shtrish në ato zona, struktura, hotele, muaj të cilat i japin më shumë dorë dhe pastaj shet muajt e tjerë që i shet më shtrenjtë dhe që i ke muaj të cilët ti mund bësh politika çmimi më të leverdishme. Kemi praktikat tona që strategjia na ndihmon që t'i zbatojmë, që janë ato të një politike oferte destinacionit, të një shikim të destinacionit dhe të zonave si një e tërë, pra duke qenë më, si themi, bashkëpunues me njëri tjetrin, subjektet në këto zona duhet kuptojnë së bashku ofertën. Nuk mund të vish në Sarandë dhe të këpusin në mes të vras taksia. Nuk mund të vish në Vlorë dhe mos dish se si të shkosh në zonat caktuara të interesit që të pëlqejnë, Kala, zona historike e tjerë, dhe si më thënë merr një goditje nga mungesa e një politike të mirë çmimi apo mungesa e informacioni për transportin apo për mënyrën se si ti aksesosh këto zona, për si më thënë, ndonjëherë dhe pengesën që mund të kesh për të shkuar në këto zona. Pra kemi një mentalitet që duhet ta thyejmë, që është mentaliteti lokalist, që turisti është imi, e kam në hotel, nuk duhet më iku vakti, më doli, ne duhet bëjmë çmos që ne ta hapim mundësinë tonë në këtë aspekt dhe kemi pastaj turizmin ndër kufitar që ka shumë rëndësi, që ne bashkë me vendet që kemi afër duam që turistit të vinë në Shqipëri, mundësisht të ikin nga Kosova, të vinë në Kosovë, të ikin nga Shqipëria. Turisti mos ketë kompleks të zbres malzi
të vizitoj vendet e rajonit dhe të hike nga Greqia po doj, po ama ne të marrim pjesën tonë të sherit nga kjo sasi turiste, sepse turistët që vinë dhe rinë shumë ditë janë ata më të rëndësishmit, po ata duan arsye të rinë shumë ditë. Nuk mund të rinë shumë ditë për të parë një vend i cili nuk i intereson më pas ditës tretë. Pra duhet kemi një kujdes më të madh në këtë aspekt dhe natyrisht investime nga të gjitha krahët për të bërë të mundur që qytetet historike, që qendrat urbane me potencial turistik, ne sapo morëm edhe një vendim tjetër sot në Këshillin e Ministrave që bën disiplinimin tashmë nivel qendror të bllokimit punimeve në sezonin veror, sepse kishte tentativa nga bashkitë, por edhe ky është një aspekt i rëndësishëm, pra i pezullimit punimeve të ndërtimit dhe të aktivitetet të lidhura me to në zona turistike gjatë sezonit turistik aktual dhe që sezonit jetë më i qetë, të jetë i organizuar dhe me standarde të larta dhe që të jetë si me thënë tashmë një përvojë turistike e garantuar edhe më shumë sa i takon qetësisë publike, mjedisit, pluhrave, zhurmës, një ndotje vizuale që mund ndodhi dhe që vendimi zbatohet në brezin bregdetar, në qendrat historike, në zonat e mbrojtura, me funksion turistik dhe në qendrat urbane turistike.